Për të tretën herë me radhë deputetët po vazhdojnë seancën konstituive për legjistraturën e 9 të Kuvendit të Kosovës, pas një takimi konsultativ të thirrur nga kryesuesi i seancës, Avnit Dehari. Përfaqësuesit e partive politike u pajtuan që procesi për konstituimin e Kuvendit të Kosovës të nisë nga fillimi. Kështu, pas nisjes së seancës me 120 deputetët e pranishëm, u mblodh sërish komisionin për verifikimin e mandateve të deputetëve, tërheqjet e anëtarëve të kabinetit qeveritar, që ishin shkak i ndërprerjes së seancës konstituive. 2 herë gjatë kësaj jave u dorëzuan në sekretariat e Kuvendit të Kosovës, ndërkohë Glauko Njufca nga Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar Albulena Haxhiun për postin e kryetares së Kuvendit të Kosovës, por ky propozim nuk ka marrë votat të nevojshme, me 57 vota për, 20 kundër dhe 3 abstenime. Albulena Haxhiu nuk arriti të zgjidhej kryetare e re e Kuvendit të Kosovës. Në votimin për kandidaten e LVV-s si kryeparlamentare, 3 deputetët e nismës abstenuan, ata të PDK-s, LDK-s dhe AAK-s nuk morën pjesë në votim. E propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje, ajo mori vetëm 57 vota, ndërsa për të zgjedhur duhen të paktën 61 nga 120 gjithsej. Në sallë ishin të pranishëm 115 deputet, duke plotësuar kuorumin për votim, por numrat nuk ishin të mjaftueshëm për të kaluar kandidaturën e Haxhiut. Sipas kushtetutës së Republikës së Kosovës, posti i kryetarit të Kuvendit i takon partisë së parë, që në këtë rast është Vetëvendosje. Kjo do të thotë se vetëm kjo parti ka të drejtë të propozojë kandidatin për këtë post. Por tani mbetet e paqartë nëse do të ketë një emër të ri apo rivotim në ditët e vijim.